Mirdita. Sot jam para jush për të informuar shqiptarët lidhur me rezultatet e punimeve të Asamblesë së Përgjithshme të Qendrës të Internacionales Demokrate të Qendrës në San Paulo të Brazilit, punime në të cilat Shqipëria ishte një nga temat qendrore të organizatës politike të qendrës djathtë më të madhe në botë, e cila grupon në gjirin e saj rreth 118 parti politike dhe ka të federuara në gjirin e saj organizata të tjera siç është EPP-ja e të tjerë. Në këtë organizat kushtuar gjendjes së demokracisë shtetit ligjor në botë, natyrisht një vend kryesor zinte Ukraina. Por pjekjet e kombit Ukrainas për të çliruar, për të çliruar territoret nga pushtuesit rusë dhe dënimi i këtij agresioni nga ana e CDI-t, solidariteti plot me kombin Ukrainas. Venezuela, narkoshteti i rrezikshëm i Amerikës Latine, ishte çështje tjetër madhore dhe rezoluta e miratur në CDI bën thirrje për rikthimin, rivendosjen në detyrë të presidentit të zgjedhur të popullit Venezuelas, i cili jeton në Spanjë për shkak të grabitjes së zgjedhjeve nga Maduro, ky diktator i narkoshtetit. Por një vend qendror kishte dhe narkoshteti shqiptar, Shqipërisë. Presidenti Pastrano, sekretari i përgjithshëm i Historisë dhe një seri personalitetesh morën fjalën pas ekspozes dhe miratimit të rezolutës për Shqipërinë, duke dënuar me forcën më të madhe shprehshësimin më të madh për zhvillimet dramatike në Shqipëri, konsolidimin e narkoshtetit në drejtimin e Edi Ramës, lidhjet direkte të Edi Ramës me kartelet më të rrezikshme si Sinaloas apo kartelet tjera të Amerikës Latine. Member of the CDI, the International Organization of the Central